Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do t'jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 24 dhjetor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. Do të vijmë ngjarje që kanë ndryshuar historinë dhe do të kthehemi në vitin 1865. Në Pulaski të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u themelua Ku Klux Klan, një organizatë që për fat të keq do të bëhej sinonim i urrëties racore dhe supremacisë së bardhë. Më vonë, në vitin 1924, Shqipëria do të shkruante një kapitull të ri në historinë e saj, ku Ahmet Zogu u shpall president i parë i vendit. Në vitin 1968, njerëzimi bëri një hap të madh drejt kozmosit, kur anija Apollo 8 hyri për herë të parë në orbitën e Hënës, duke i afruar ëndrat e njerëzve për hapësirën më pranë realitetit. Megjithatë, historia na kujton edhe momente të errëta si në vitin 1979, kur trupat sovjetike pushtuan Afganistanin, duke ndezur një konflikt të gjatë dhe shkatrues. Për më tepër, në 24 dhjetor të vitit 2004, një tsunami fuqishëm paralajmëroi katastrofën që do të ndodhte një ditë më pas në brigjet e Azisë Juglindore.
Në këtë datë kanë lindur dhe figura të rëndësishme të historisë botërore dhe ne do të njihemi me disa prej tyre. Në vitin 1166 lindi Ricard Zemërluani, mbreti anglisë dhe një nga liderët më të spikatur të kryqëzatës së tretë. Në vitin 1491 erdhi në jetë Ignatius Loyola, themeluesi i urdhrit jezuit, që pati një ndikim të madh në reformën katolike. Në vitin 1818 lindi James Prescott, shkencëtari që hodhi themelet e ligjeve të energjisë. Dhe në fushën e artit, në vitin 1922 lindi Ava Gardner, aktoreja që do të bëhej ikonë e kinematografisë së art të Hollywoodit. Ndërsa në vitin 1959 bota e Bollywoodit fitoi një yll të ri, Anil Kapoor. Në vitin 1524 Vasco da Gama, eksploruesi portugez që zbuloi rrugën detare për në Indi, mbylli sytë përgjithmonë. Në vitin 1863 William Makepeace Thackeray, autori i romanit të famshëm Panairi i Kotësisë, la pas një trashëgimi letrare të paharruar. Në vitin 1922 presidenti i parë i Polonisë Gabriel Narutowicz u vra në një atentat tragjik. Vite më vonë, në vitin 1982, bota humbi Louis Aragon, poetin francez që ishte një nga themeluesit e surrealizmit. Ndërsa në vitin 2016 u nda nga jeta Rick Parfitt, kitaristi dhe vokalisti i bandës rock Status. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Vasco da Gama, i cili ka qenë një kërkues dhe detar nga Portugalia. Për më tepër ju të ndiqni materialin e përgatitur. Vasco da Gama ka lindur rreth vitit 1469 në Sines ose Vidiguera të Portugalisë dhe ka vdekur në dhjetor të vitit 1524 në Koqi të Indisë. Vasco da Gama ka qenë kërkues dhe detar nga Portugalia. Ai ishte njeriu i parë që zbuloi rrugën detare prej Europës për në Indi, duke ia larguar kryesisht nga rruga toksore e cila kalonte nëpër perandorinë otomane. Ai ka sjell shumë përparësi kolonizimit portugez dhe lidhjen me vendet e Azisë Jugore. Babai i Vasco da Gamës quhej Estevão. Gjatë vitit 1460, ai ishte peshkatar në guvernatorin e qytetit Viseu. Estevão da Gama ishte i martuar me Dona Isabela Sodra. Për jetën e Vasco da Gamës në rini dihet shumë pak. Dihet se ka mësuar në qytetin Evora, ku ka mësuar për teorinë dhe praktikën matematikore dhe navigacionin, ndërsa më tepër i kushtoi rëndësi astronomisë, ku mësuese kishte astronomin e njohur Ibrahim Zacuto. Në vitin 1492, mbreti i Portugalisë John II e dërgoi në Setúbal në jug të Lisbonës me qëllim të marrë disa anije franceze si hakmarrje për plaçkitjen e disa anijeve portugeze gjatë transportit të disa mallrave. Këtë detyrë Vasco da Gama e realizoi me sukses. Në fillim të shekullit të 18, shkolla detare e Henry Navigatorit e zgjeroi dijen portugeze me skajin jugafrikan. Prej vitit 1460 për qëllim kishin diçka tjetër, pikërisht gjatë shmangjes së anës jugore të kontinentit të krijohet rrugë më e përshtatshme detare deri te pjesët më të pasura të Indisë, të cilat në atë kohë kanë qenë të pasura me biber të zi. Nuk janë shumë të njohura detajet rreth udhëtimit të tretë të Vasco da Gamës gjatë manuelit të parë. Në ndërkohë Gama
është martuar me Katarian Atajde rreth viteve 1500-1505. Për udhëtimin e tretë drejt Indisë u nis rreth vitit 1524, mbas 3 muajsh në Indi Gama së muret dhe vdes. Dhe tani do të kalojmë në rubrikën kuriozitete ku sot do të flasim për spitalet psikiatrike. A e dini se si u zhvilluan spitalet psikiatrike? Spitalet psikiatrike të njohura gjithashtu si spitalet të shëndetit mendor ose spitalet të shëndetit të sjelljes janë spitale ose reparti të specializuara në trajtimin e shqetësimeve të rënda mendore, duke përfshirë skizofrenin, shqetësimin bipolar, shqetësimet e të ngrënit, shqetësimin disociativ të identitetit, shqetësimin e madh depresiv dhe të tjera. Spitalet psikiatrike ndryshojnë shumë në madhësinë dhe në shkallën e tyre. Disa spitale psikiatrike mund të specializohen vetëm në terapia fëtshkurtre ose ambulatore për pacientët me rrezik të ulët, të tjerat specializohen për izolimin e përkohshëm ose të përhershëm të pacientëve që kanë nevojë për ndihmë rutinë, trajtim ose një mjedis të specializuar dhe të kontrolluar për shkak të shqetësimit psikiatrik të pacientit. Pacientët shpesh zgjidhin angazhimin vullnetar, por ata që kanë psikiatër besojnë se bën rrezik të konsiderueshëm për veten ose të tjerët, mund të jenë subjekti i angazhimit të pavullnetshëm dhe trajtimit të pavullnetshëm. Spitalet psikiatrike nganjëherë referohen si reparta ose njësi psikiatrike, psikiatria, reparta ose njësi kur ata ndodhen në një spital. Spitalet moderne psikiatrike evoluan dhe zëvendësuan përfundimisht azilin më të vjetër të çmendurve. Trajtimi të burgosurve në azilet e hershme të çmendurive ishte ndonjëherë brutal dhe i fokusuar në kontroll dhe në kufizim. Me valët e njëpasnjëshme të reformave dhe prezantimin e trajtimeve efektive të bazuara në prova, shumica e spitaleve psikiatrike moderne theksojnë trajtimin zakonisht duke përfshirë një kombinim të medikamenteve psikiatrike dhe psikoterapisë, që ndihmojnë pacientët të funksionojnë në botën e jashtme. Shumë vende kanë ndaluar përdorimin e kufizime fizike për pacientët që përdorin lidhjen e pacientëve psikiatrik me shtretit e tyre për ditë apo për muaj në një kohë, sepse kjo praktikë ende përdoret periodikisht në Indi, Japoni dhe në të tjera vende. Spitalet moderne psikiatrike evoluan nga dhe përfundimisht zëvendësuan azilin më të vjetër të çmendurve. Zhvillimi i tyre si edhe ngritjen e psikiatrisë të organizuar në institucione. Spitalet e njohura si Primarise e ndërtuar në lindjen e mesme në fillim të shekullit të IX. Bari u ndërtuan nga Bagdad në udhëheqjen e Harun el-Rashid. Ndonse nuk ishin të përkushtuar vetëm për pacientë me shqetësime psikiatrike, spitalet e hershme psikiatrike shpesh përmbanin reparte për pacientët që shfaqnin mani ose shqetësime të tjera psikologjike. Për shkak të tabuve kulturore kundër refuzimit për të kujdesur për anëtarët e familjes, pacientët me sëmundje mendore do dorëzoheshin me brimaristan të vetëm nëse pacienti demonstronte dhunë, sëmundje kronike të pashërueshme ose ndonjë sëmundje tjetër jashtëzakonisht dobësuese. Repartet psikologjike zakonisht ishin të mbyllura me shufra hekuri për shkak të agresionit të disa ndër pacientëve. Në Europën perëndimore, ideja e parë dhe ngritja e një spitali të duhur mendor hyrin përmes Spanjës. Një antar i urdhrit mercedarian i quajtur Juan Gilberto Joffre udhëtoi shpesh në vendet islame dhe vëzhgoi disa institucione që mbyllnin të çmendurit. Ai propozoi themelimin e një institucioni ekzekutiv për të smundurit që duhet të trajtoheshin nga mjekët, diçka shumë moderne për kohën. Themelimi u krye në 1409 fal disa burrave të pasur nga Valencia që kontribuan me fonde për përfundimin e tij. Ai konsiderohej si institucioni i parë në botë në atë kohë specializuar në trajtimin e sëmundjeve mendore. Më vonë mjekët duke përfshirë Philippe Pinel në spitalin Bietre në Francë dhe William Turke në York Retreat në Angli filluan të abdokojnë në shikimin e sëmundjes mendore si një çrregullim që kërkon trajtim dhe dhimbshur që do ndihmonte në rehabilitimin e viktimës. Në botën perëndimore, ardhja e institucionalizimit si një zgjidhje për problemin e çmendurisë ishte një ardhje e shekullit të XIX. Azilet e para publike mendore u krijuan në Britani. Miratimi i aktit për azilet e qarkut 1808 fuqizoi qytetarët të ndërtonin azilet mbështetura me norma në çdo qark për të strehuar shumë të çmendur të varfër. 9 qark që aplikuan për herë të parë hapjen e parë të azilit publik në 1912. Në 1928 komisionerët e sapo emëruar në Lunasia autorizuan për të licencuar dhe mbikëqyrur azilet private. Akti i çmendurisë në 1845 e bëri ndërtimin e azileve në çdo qark të detyrueshëm me inspektime të rregullta në emër të sekretarit të brendshëm dhe kërkoi që azilet të kishin rregullore të shkruara dhe një mjek rezident. Në fillim të shekullit të XIX kishte disa mijëra njerëz të vendosur në një stër institucionesh të ndryshme në të gjithë Anglinë, por deri në vitin 1900 shifri ishte rritur në rreth 100.000. Kjo rritje përkoi me specializimin mjekësor. Trajtimi të burgosurve në azilet e hershme të çmendurive ishte ndonjëherë shumë brutal dhe i fokusuar në kontroll dhe kufizim. Në fund të shekullit të XIX dhe në fillim të shekullit të XX, institucionet psikiatrike pushuan së përdoruri terma të tillë si çmenduri, marrëzi ose i çmendur, të cilat supozuan një psikozë unitar
shqiptare dhe filluan të ndaheshin në shumë sëmundje mendore, duke përfshirë katatonin, melankolin dhe çmendurin. Në vitin 1961 sociologu Erving Goffman përshkroi një teori të institucionit total dhe procesit në cilin duhet përpjekje për të mbajtur sjelljet dhe procesit me cilin duhen përpjekje për të mbajtur sjellje të parashikueshme dhe të rregullt nga ana e rojes dhe rrëmbyesve. Me valet e një pasnjëshme të reformave dhe prezantimin e trajtimeve efektive të bazuara në prova, spitalet moderne psikiatrike i japin një tekst parësor në trajtimet e mëtej. Ata përpiqen aty ku është e mundur të ndihmojnë pacientët të kontrollojnë jetën e tyre në botën e jashtme me përdorimin e një kombinimi të barnave psikiatrike dhe psikoterapisë. Këto trajtime mund të jenë të pavullnetshme. Trajtimet e pavullnetshme janë ndër praktikat e shumta psikiatrike që vijnë në dyshim nga lëvizja për shtirimin e pacientit mendor. Karotat janë perime që u rritën për herë të parë në Afganistan rreth viteve 900 pas Krishtit. Portokallia mund të jetë ngjyra e tyre më e njohur, por ato vijnë edhe në nuanca të tjera, duke përfshirë vjollcën, të verdhën, të kuqen dhe të bardhën. Karotat e hershme ishin ngjyrë vjollës ose të verdhë. Karota portokalli u zhvillua në Europën qendrore rreth shekullit të 15 ose 16. Karotat kanë një sasi të madhe antioksidantësh dhe ofrojnë shumë përfitime shëndetësore. Ato janë të mira për sytë tuaj. Kjo është superfuqia më e njohur e karotës. Ato janë të pasura me beta-karoten, një përbërës që trupi juaj e shndron në vitamin A, e cila ju ndihmon të mbani sytë tuaj të shëndetshëm. Karotat e verdha kanë lutein, e cila është gjithashtu e mirë për sytë tuaj. Studimet kanë gjetur se mund të ndihmojnë ose parandalojnë degenerimin makular të lidhur me moshën, shkaku kryesor i humbjes së shikimit. Ato mund të ulin rrezikun e kancerit. Antioksidantët janë vërtetuar se luftojnë radikalet e lira të dëmshme në trupin tuaj dhe kjo mund t'ju bëjë më pak të ngjarë të keni kancer. Dy llojet kryesore të antioksidantëve në karota janë karotenoidet dhe antocianina. Karotenoidet u japin karotave ngjyrat e tyre portokalli dhe të verdha, ndërsa antocianinat janë përgjegjëse për ngjyrën e kuqe dhe vjollcë. Ato ndihmojnë zemrën tuaj. Së pari, të gjitha ata antioksidantë që janë gjithashtu janë të mirë për zemrën tuaj. Së dyti, kaliumi në karota mund të ndihmojë në mbajtjen në kontroll të presionit të gjakut, dhe së tetri, ato kanë fibra, të cilat mund t'ju ndihmojnë të qëndroni në një peshë të shëndetshme dhe të ulni shanset tuaja për sëmundje të zemrës. Karotat e kuqe gjithashtu kanë likopen, i cili ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të zemrës. Ato rrisin sistemin tuaj imunitar. Vitamina C në karota ndihmon trupin tuaj të krijojë antitrupa që mbrojnë sistemin tuaj imunitar. Vitamina C gjithashtu ndihmon trupin të marrë dhe të përdor hekurin dhe të parandaloj infeksionet. Me përmbajtjen e tyre të lartë të fibrave, ato mund të ndihmojnë në lehtësimin e kapslëkut. Ato ndihmojnë në kontrollin e diabetit. Fibrat në karota mund të ndihmojnë në mbajtjen në kontroll të niveleve të sheqerit në gjak. Pasi ato janë të mbushura me vitamin A dhe beta-karoten, të cilat ka prova që sugjerojnë se mund të ulin rrezikun e diabetit. Gjithashtu karotat mund të forcojnë kockat tuaja, pasi kanë kalium dhe kalcium dhe vitamin K. Të dyja këto janë të rëndësishme për shëndetin e kockave. Vitamina K. Një racion me karota ofron 16.4 mikrogram të vitaminës K, ose 20% të dozës së rekomanduar ditore. Vitamina K luan një rol thelbësor në mbarvajtjen e qarkullimit të gjakut dhe shëndetit të kockave. Kaliumi. Lëngu i karotës përmban kalium, i cili është mineral i rëndësishëm që ruan bilancin e elektroliteve dhe lëngjeve të trupit. Një gotë lëng karote na siguron 10% të sasisë së përditshme të kaliumit. Mungesa e kaliumit në trup rrit rrezikun e sëmundjeve të veshkave. Për biografinë e ditës së sotme kemi zgjedhur të flasim për Ava Gardner. Ajo ishte një aktore ikonike amerikane e njohur për bukurinë e saj të rrallë dhe talentin e saj në kinematografi.
Me një karrierë që zgjati më shumë se 4 dekada, ajo u bë një nga aktorët më të spikatura të epokës së artë të Hollywoodit. Ava Gardner lindi më 24 dhjetor të vitit 1922 në Grapetown, Carolina e Veriut, një familje të thjeshtë fermerësh. Fëmijëria e saj ishte modeste dhe e mbushur me vështirësi ekonomike. Pas përfundimit të shkollës së mesme, Ava ndoqi studimet në Atlantic Christian College për një periudhë të shkurtër. Fati i saj ndryshoi kur një fotograf i agjencisë MGM pa një foto të saj dhe rekomandoi për një provë në Hollywood. Në fillim të viteve 1940, Ava firmosi kontratën e saj të parë me studion. Ajo luajti role të vogla derisa shpërtheu me filmin The Killers në vitin 1946, kur roli i saj si Femme Fatale tërhoqi vëmendjen ndërkombëtare. Ky film shënoi fillimin e karrierës së saj si një nga aktoret më të kërkuara të asaj kohe. Gjatë viteve 1950, Ava interpretoi në disa filma të suksesshëm. Bukuria natyrale e Avas dhe aftësia e saj për të sjellë elegancë dhe emocion në ekran e bën atë një ikonë të stilit dhe artit kinematografik. Ava Gardner njeh për jetën e saj personale të bujshme. Ajo ishte martuar 3 herë me figura të njohura të kohës. Pas ndarjes nga Sinatra, Ava u shvendos në Spanjë dhe më vonë në Londër, ku kaloi vitet e fundit të jetës së saj. Gjatë viteve të fundit, Ava përjetoi probleme shëndetësore, kryesisht për shkak të zakoneve të saj të jetës, si pirja e duhanit dhe alkooli. Ajo ndorroi jetë më 25 janar të vitit 1990 në Londër nga një goditje në tru. Ava Gardner mbetet një nga figurat më të paharrueshme të kinemas. Do të vjojmë me rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për lotët në hapësirë. Në to, graviteti bën që lotët të rrjedhin natyrshëm poshtë fytyrës, duke në lehtësuar emocionalisht dhe fizikisht. Por në hapësirë, ku graviteti është pothuajse zero, ky proces ndryshon rrënjësisht. Nëse astronautët qajnë në stacionin hapësinor ndërkombëtar, lotët nuk bien. Në vend të kësaj, ato qëndrojnë të ngjitura në sipërfaqen e syrit, ose formojnë pika të rrumbullakta të ujit që notojnë përreth. Edhe pse tingëllon ma gjepse se kjo mund të jetë mjaft shqetësuese për astronautët, lotët e mbledhur krijojnë një shtresë që mund të irritojnë syt dhe ta bëjë shikimin të mjegullt. Për më tepër, lotët mund të mos shkojnë aty ku duhet dhe të krijojnë probleme në kabinën e mbyllur, si duke hyrë në pajisje delikate. Për të përshkruar këtë provojë unike, astronauti kanadez Chris Hadfield ka thënë: "Nëse qani në hapësirë, lotët nuk do të rrjedhin poshtë. Ata formojnë një top ujë që rri pezull në syrin tuaj dhe më pas mund të ndjeni të njëjtin lot që ngjitet pas faqeve." Ky fenomen është një shembull i mënyrës se si hapësira ndryshon gjithçka që ne marrim si të mirëqenë në tokë, madje edhe një akt të thjeshtë si të qash. Astronautët e përshkruajnë këtë si një provojë jashtëzakonisht të çuditshme, por edhe të manitshme, duke i shtuar një dimension emocionues jetës në hapësirë. Dhe tani do të kalojmë në rubrikën i ftuar javës, ku sot do të kemi në studio zotin Gentian Jaupi. Gentian Jaupi ka mbaruar shkollën gazetari në Universitetin Aleksandër Xhuvani në Elbasan dhe master në redaktori tek filologjiku në Universitetin e Tiranës. Ai është aktualisht drejtori i kulturës, turizmit, trashëgimisë kulturore dhe sporteve në Bashkinë Kavaj. Zoti Jaupi, mirë se erdhët në emisionin tim. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta, kënaqësita ime ju sot. Shkaku për cilin ju na nderoni sot emision është sepse një aktivitet i përmasave kombëtare, ndoshta dhe më tej, u zhrealizua nga Pallati i Kulturës Kavaj në drejtimin tuaj. Ky event u quajt Sofra e Kavajës. Cili ishte qëllimi i vendosjes së këtij emri? Përcaktimi i emrit Sofra e Kavajës, i këtij eventi artistik, të themi i përmasave kombëtare, nuk është se ishte shumë e vështirë për të përcaktuar. Definicioni i këtij termi ishte për shkak se Kavaja ndër vite e ka në genë dhe ka në traditën e saj mikpritjen dhe bujarin. Edhe pikërisht për këtë arsye sofra jonë, Sofra Kavajës, ka qenë gjithnjë mikpritse dhe hapur për të gjithë. Ndaj kjo ishte edhe ideja e vendosjes së këtij emri, Sofra e Kavajës. A do të vijojë ky aktiviteti i këtyre përmasave gjithë gjatë viteve në vijim? Që në gjenezë të realizimet e këtij projekti, ideja ishte që ky të jetë një aktivitet i përvitshëm, domethënë që të kthehet në një traditë e mirë për qytetin tonë dhe besojmë dhe mendojmë që ne do ta vazhdojmë këtë projekt, por duke lënë edhe si trashëgimi i qytetit tonë, edhe kur në një të nesër mendosh tani nuk do të jemi këtu ku jemi,
po gjithsesi qyteti do i ngelë një dhuratë të bukur dhe shpresojmë shumë që kjo traditë të vazhdojë edhe vitet që vjen. Dim që shumë aktivitete janë bërë në qytetin e Kavajës nga të gjitha bashkitë e kaluara, por kjo përmas më jep të drejtën të pyes kush janë iniciatorët dhe realizuesit. Në fakt, të them të drejtën, që në krye të herës, sapo mora detyrën e drejtorit kulturës, detyra më e rëndësishme ose domethënë ajo piketa më e rëndësishme që mua më caktua si objektiv ishte pikërisht organizimi i këtij aktiviteti, quajtur Sofra e Kavajës. Iniciatori kryesor i këtij aktiviteti normalisht ishte kryetari i bashkisë, zoti Fisnik Qose, i cili e kishte në vizionin e tij që ky eveniment të realizohej në të tilla përmasa. Normalisht me synimin që kjo të mbetet një traditë e mirë qytetit ton, edhe të vazhdohet edhe më tej. Kështu që një falënderim mundohet ta bëhe për kryetarin e bashkisë, edhe për besimin, por edhe për mbështetjen e pakufishme që na dha për realizimin e këtij projekti. Pastaj disa komponentë tjerë normalisht ndihmuan në realizimin e këtij projekti, siç është edhe Drejtoria e Kulturës, le të themi Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Ilir Derjaj, i cili ndihmoi në realizimin e programit artistik Gjës. Kështu që në realizimin e këtij projekti ka disa komponentë të cilët u bën bashkë për ta shtyrë dhe për ta çuar përpara këtë realizimin e këtij projekti. Por sigurisht që ideatori kryesor i realizimit të Sofrës Kavajës ishte kryetari i bashkisë zoti Fisnik Qosja. Sa kohë fizike u desh për të realizuar ky projekt? Të themi që ky projekt na ka marrë goxha kohë, ka qenë një përgatitje ose një organizim intensiv, sepse shumë përbërës duheshin bërë bashkë për të realizuar një projekt të tillë. Le të themi që nga programi artistik, organizimi të ftuarit që vinin nga fusha të ndryshme, mund të them pa frikë që ka qenë një punë kolosale e komplet drejtorisë kulturës, por jo vetëm, dhe pak a shumë na ka marrë kohë, le të themi rreth një muaj e gjysmë. Sipas informacioneve, përveç shumë këngëtarëve Kavajës të ftuar kanë qenë dhe Kastriot Tusha dhe Shkëlqen Jetishi. Mund të na thoni si janë ndier mish kundrejt ambientit dhe muzikantëve vendas? Pikërisht siç edhe shpjegova në fillim të intervistës, konotacioni Sofër do të thonë që Kavaja është një vend mikpritës. Edhe ne nuk ngelëm brenda kontureve vetëm të artistëve vendas, të cilët janë të shkëlqyer dhe janë fantastik, por vendosim që të kemi disa të ftuar të tjerë nga trevat, domethënë shqipfolse, po themi kështu. Kastriot Tusha dhe Shkëlqen Jetishi u ndjen shumë mirë në shoqërinë edhe le të themi në shoqërinë e instrumentistëve dhe artistëve vendas të qytetit tonë. Dy këngëtar Kavajës të cilët ndodhen jashtë shtetit, pikërisht në Amerikë, sapo morën ftesën tuaj, u përgjigjen menjëherë. Mund të na thoni si janë ndier ata? Ideja ishte që domethënë organizimi i kësaj sofre nuk mund të bëhej pa personalitetet të qytetit tonë, sidomos të fushës së artit dhe të muzikës. Edhe për këtë arsye ne sapo u morëm organizimin, domethënë sa filluam hapat e parë të organizimit të këtij aktiviteti, ftuam edhe kontaktuam me njëherë dy artistë që janë shumë të famshëm në qytetin tonë, cilët i kanë dhënë tonin muzikës dhe artit të Kavajës. Amar Darkaxhiu, një këngëtare e mirënjohur me famë kombëtare, le të themi, jo vetëm brenda qytetit tonë, por edhe Ilir Sallaku, një këngëtar le të themi fantastik i këngëve qytetare popullore. Ato mirëpritën me përzemërsi ftesën tonë dhe normalisht u bën pjesë e sofrës me dëshirën më të madhe për të kontribuar dhe ata dhe për të dhënë edhe ata për të lënë ata shenjën e tyre në këtë eveniment. Tani do t'ju bëj një pyetje me spec. Si është sjell Bashkia e Djathtë Karshi Krau të majtë politika? Ka pasur selektime në përftesa? Gjë më e bukur në realizimin e këtij projekti ishte domethënë gjithë përfshirja. Ky ishte mesazhi kryesor që ne donim të japim qytetarëve të Kavajës, që përveç dhe pavarësisht ndasive politike, ne jemi të gjithë qytetarë dhe bashkëtojmë me njëri tjetrin dhe jeta na lidh në shumë rrethana. Pikërisht sofra kishte si shëndim të ishte gjithë përfshirëse, edhe t'i ulte të gjithë bashkë në një ambient festiv, në një ambient të këndshëm, qytetar, shlodhës dhe pa domethënë jashtë luftës politike që ne mund të kemi edhe në përditshmërinë tonë. Edhe besoj që ky ishte edhe mesazhi kryesor që sofra donte të jepte dhe që e përçoi me sukses. Në këtë eveniment në sofrën e Kavajës ka qenë të ftuar të majtë,
të djathtë, pa parti, intelektual, biznesmen, doktor, të gjithë njerëzit që kontribuojnë dhe japin për qytetin tonë, ne menduam që t'i kthejmë diçka mbrapsht me këtë organizim që ndërmorëm. Zoti Jopi, faleminderit që ishit i ftuar në emisionin tim. Faleminderit për ftesën dhe ishte kënaqësi. Tani do të kalojmë në rubrikën Parashikimi i motit. Territori shqiptar. Territori shqiptar për datën 24 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë mot me rreshje shiu në shumicën e vendit. Paraditja do të karakterizohet nga rreshje shiu të her pas hershme, ndërsa pasditja do të sjellë rreshje më të dendura sidomos në zona qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës nuk priten intervale me diell për shkak të vranësirave të dendura. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 24 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 24 dhjetor do të jetë rreth orës 6:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 13 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 9 deri në 13 gradë Celsius. Korçë, 3 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 11 gradë Celsius. Sarand, 10 deri në 14 gradë Celsius. Tani ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën. Territori i Kosovës për datën 24 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme me rreshje shiu në shumicën e qyteteve. Paraditja do të shoqërohet me rreshje shiu, ndërsa pasditja do të vijojë me mot të vranët dhe rreshje të vazhdueshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 24 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 24 dhjetor do të jetë rreth orës 6:57 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:13 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 4 deri në 8 gradë Celsius. Podujev, 1 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj, 1 deri në 7 gradë Celsius. Pej, 4 deri në 7 gradë Celsius. Prishtinë, 3 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov, 4 deri në 9 gradë Celsius. Malishev, 2 deri në 8 gradë Celsius. Gjilan, 3 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj, 2 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 5 gradë Celsius. Suhare, 2 deri në 9 gradë Celsius. Prizren, 3 deri në 8 gradë Celsius.
Të nderuar të rishikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do takohemi sërish nesër në të njëjtën orë. Ndërkohë të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizionsi dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në website-in ton drita.tv.